lekit punë. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi bejtin fi rabadil janna men taraka al-mira'a walau kana muhiqqan. Shiko sa bukur na ka eduku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë unë i garantoj. E prej ka garancë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pe Allah azza wa jall. Unë i garantoj me një shtëpi në çarsh xhenetit, me një vend të bukur në xhenet, shtëpi ekskluzive në xhenet për kanë. E kujt është ajo shtëpi? Ai që e braktis polemikën edhe në qoftë se ka mirë. Për hir të Allahut, pelo. Le. Qoftë në shoqëri, madje qoftë familje, qoftë kudo qoftë, apo kur fillon të banalizohet, të përshkallëzohet negativisht debati, hesht. Thunë të rikna. Ma mirë rrim mirë që shjem, ma mirë i ruajmë raportet, se sa për gjërat të thjeshta, banale, të prishemi, të kemi konflikte, mos pajtime e kështë të më radhë. Prandaj, do të tëtë, sikur që qarkullan në mes të njerëzve, do të tëtë se dy njerëz, apo meq të ngusht, janë përla rreth një jashtë të kafshës. A është e lopës, a është e kalit, dhe janë përla në me vite s'kanë folë. Kënë është s'ka ndodhur realisht, mirë po e ka simbolikën e vetë. Njëtë nga njerë për gjëra kaq thjeshta debatojnë edhe prishin, a është e kalit, a është e lopës, pa me konë edhe kalit edhe lopës, çka ka galja ku është. Të ke fundit, leje këtë çështje. Andaj debatojmë mes vete kur kemi fakte, kemi argumente. Sa njerëzit për shembull dinë të kapen rreth një politikon të caktuar. Ai thotë është i mirë që në qiell, ky tjetri është i keq e çan nër tokë, kapon për lam, prishin për çfarë arsye? Për diçka që qysh do që del ti s'ki dobi jeptën, ti s'ki hajrë. Ose rrëth në një futbolerit saktum, ose artist saktum, debati gata, din këmë lujt, ose din këmë lujt, ka një orë debatën, në fund, kush fitan për kësaj, veç aj me rrugë të madhe, ti edhe aj tjetëri kur s'kini fituar. Kini hum ko në këtë polemik të panevojshme që kur far dobije nuk i. Ndaj brektese, leje. Po, në që se bëhet fjalë për të vërtetën, dhe dikur dënë me mposhtë vërtetën, nuk është mirë me elon. Do të me sqaru të vërtetën deri në fund. Mirë, po në qofë se aje degradon debatin, apo e nënçmon argumentin dhe faktin, largohu. Largohu, do thotë, Allah azza thot, wa a'rid anil jahilin. Allah thot, wa a'rid anil jahilin. Çfarë nën kupton kjo? Largohu edhe shmangu nga ignorantët. Me ignorantët s'mundsh me qufën. Anësi kur se ka Imam Shafiu rahimullah. Me këtë që kanë polemizuar, ka thonë Imam Shafiu, ka dashur Allahu, do të thotë, e ka mujt në debat. Thotë përveç se me një kategori njerëzish, me ata që janë ignoranta. Njëri jahil, ai s'din as shkosh argumente, as shkosh fakte. Ti i thush, ç'është të kjo? Ai bën do gjëra këtë pa lidhje, s'kan lidhje me debatin. Leje. Thuaj Allahu qoftë ty në hajër dhe mu, mos hupi vak më tepër, leje këtë punë. Andaj kush e braktis debatin e panevojshëm, ose i cili ka mundësi të banalizohet ose të eskalon konflikt, e lën për hir të Allahut azza xal. Hisht ti njeriu Allahu xhallahu ala ja garanton një shtëpi në xhennet. Prandaj ai që hin xhennet, çfarë kupton? I falen mëkatet. Dhe e